se kur nuk duhet me u shpresat njerëzve. A ne pse ban punë të këqija? Bëni punë të mirë. Ku i ditë, çaja mirat ngrej ty të ngren si magnet edhe hek dorë njëra për gjithmonë nga e keqja. Ku i dihet? Ku i dihet? Ndoshta namaz nafile fal, ndoshta kanë çat moment, ndoshta ai ban duar me përgjërim që na ndoshta me forcë nuk i bëna me përgjërim, nuk i dihet. Edhe kjo fjalë Muhamedit, la, nuk i dihet. Nuk i dihet jetës. Për ta njeriu nuk i di, me një punë. Ju e keni dëgjuar hadithin e pejgamberit se e thotë i dërgullot e ka po një njeri i cili e ka ek një pengesë nga rruga, duke ecë e ka po një pengesë. Pengesa mund të më qenë gur, mund të më qenë dhe një gjubër, mund të më qenë dhe një karike, mund të më qenë dhe një dras, që po ngel njerëzve rrugës. E ka ek, e ka thonë veti, do ta heki, do ta largoj që të shkojnë njerëzit rahat dhe qetë. Thotë i dërguar Allahut, këtë njeri e ka po duke u lazdru në xhenet. A që u lazdru? Me mbëngjëmallësi duke në xhenet, duke u gëzu. Punë thjesht, çka baka ki, pe hek një gure. Ti, ama i dërguar Allah ka thonë, la tahtiranna min al-ma'ruf shay'an. Mos e nënçmoni, mos e nënvlerëzoni asnjë punë të vogël. Asnjë. Edhe nëse buzëqesh me vllajtan, te Zoti para se peshon. Me ngjyrë të arit se vapit. Hiç nuk e dihet, bile në anën e kundërt ka thonë një poet, la tahtiranna min al-ma'ruf shay'an, mos e nënvlerësos një punë të vogël. Kodrat janë bë prej gureve të vogla. E vogël. Kur ta shet Zoti kodër, një pengesë, një buzëqesh, një nafile atje, një sadaka atje, ama momentin, e tash këtu është ai poenta. O xho, çe punë e vogël e futin xhenata? Po. Edhe kjo mund ka befesu një koment i një dietar të madh i një Taimia, ka thonë thua vallë, pse kjo punë e vogël e ka fut këtë robën në xhenet? Punë e vogël e futi robën në xhenet. Me një transmetim tjetër ka thënë në Taimia për me i dhënë pak shije dhe sens kësaj, një gruje ka qenë lavire e cila duke ecë rrugës e ka pa një qen, e cila e ka zgjat guën për tokë, ka pas nevojë për ujë më afru. E kjo gruaja e ka shumë emocionet. Çat moment e ka shumë emocionet edhe sinqeriteti i madh, e ka marrë kputucën, e ka mush muj, e ka thënë do të jap, se sikurse e ka fut veten në lëkurën e qenit. E që kjo është mi mat punë, sikur me hin statusin e tij, jo në veti, në çdo se kështu do të më mat. Nëse njerëzit kanë hall, hin të trupit e zemra e tij, me pas të atë hallin, si kishe vepruti, me pas dhe një borxh, me pas një telashe, atëre i peshon dhe i vlerëson gjëra të mirë. Edhe kjo gruaja ja dha atë kputucën me ujë, edhe e japshtoi jetën. Edhe kjo ka thënë drullat, kjo do të futet në xhenet. Ka thënë Ibn Taimia, ku çndron poenta? Punë e vogël kjo. Kjo është një sadaka e thjesht, nuk ka dhënë projekt gjigant. Momenti ka thënë, që e ka dhënë kjo, ose ai tjetri, çfarë e vogël. Momenti që ka dhënë, ka qenë e mush me emocione, për plot sinqeritet. Kulmin, kupolla e sinqeritetit. Allah i madhruar e ka po, se Zoti shikon zemrat e njerëzve. Nuk i shikon atë shumë edhe veprat, sa i shikon mrena, si buroj kjo. Çka e shtyni? Çka e motivoi? Ka prapavia? Jo, ka in likurën e saj. E fitoi.